Shikues të nderuar, do të kalojmë këtë një temë tjetër, do të flasim për bisedat që u publikuan nga gazetari Liri Mehmeta e kohët e fundit, që anëtarët e lëvizjes vetëvendosje bashkë me Faruk Mujkën biseduan në ato mesazhet interesante për me diskutuar lidhur mbi këtë temë. Sonte kam të ftuar veteranin e ushtrisë ligjore të Kosovës, zotrin Agim Pllashniku. Faleminderit shumë që edhe pas Agim. Faleminderit për ftesë Adre. Faleminderit, respekt për juve, respekt për dëgjuesët juve. Faleminderit shumë, e ke paston këtu në emision të na që dikon 15 vite ke punuar atje dhe ky i njëjti person fjalë, domethënë Faruk Mujka të ka larguar, është e vërtetë? Po, e vërtetë është, Faruk Mujka para 6 muaj ditëve më ka larguar. Unë 15 vjet kum punu në Iberlepen si jurist, edhe kur asnjë vërejtje se kum pas, pa asnjë vërejtje, pa asnjë paralajmërim, Faruk Mujka me një vendim shumë të shpejtë më ka larguar, për arsye se unë vetëvendosjen që 2 vjet e kundërshtoj, për do gabime që të i bo si parti, edhe kështu që Faruk Mujka mu ka hakmirë mu, edhe kum pas një kundërshtim ndaj deputetës Fitore Pacollit, edhe ja kum ngrit një padi Fitore Pacollit, edhe qatë ditën e njëjtë, kur ja kum ngrit padin Fitore Pacollit, në ora 3, Faruk Mujka ma ka pregadit vendimin për me më largu nga puna nga Iberlepensi, pa asnjë arsye. Po thash edhe në prezantim, a ki diçka sonte ekskluzive edhe a i po ato mesazhat që u publikuan mbram? Po, i kum po unë, ato mesazha nuk kam befasu zotis adrese, i kum ditun edhe ma heret që janë ato mesazhe, po unë e kum dit diçka edhe ma shumë që ka, edhe kështu që edhe organeve tona, ja kum dërgu policisë, ja kum dërgu në prokuri, të gjithat i kum dërgu edhe i kam dokumentet. Këto çka i kum dërgu, unë bëhet fjalë sa drejt për një tender, Bashkimi Evropian, domethënë ky është tenderi. Ku i ke marrë ti këto mesazhe që ai thëke, domethënë në një status publikuar prej Faruk Mujkës, sa që telefoni jam mu ka marrë prej një jetuese. Këto i kam marrë pe burime shumë të sigurta, unë i kam këto informacione, edhe jo të sigurta, është për një tender në Iberlepens 2023, kur ardhi kryeshef Faruk Mujka, bëhet fjalë, ky tenderi ka qenë më herët i tenderun, 11 milion, kur ardhi Faruk Mujka, e ka shpall, e ka ndërprej tenderin më herët, e ka shpall 13 milion bankës botnore për riparimin e kanalit i Iberlepens. Faruk Mujka, do me thonë, janë kanë punë të kryne 2 milion e gjys, ja ka ndërprej 2 milion e gjys, edhe ja ka dhonë, do me thonë, një kompanije tjetër, 13 milion, do më thonë kjo është kontrata që jam ka dhonë 13 milion, edhe ka keq përdërime këtu me miliona. Do më thonë, Faruk Mujka, do më thonë, i ka largu do çka e kanë, mbikëqyrje kanë qenë, do më thonë, kompanija gjermane, o prej ashtu, do më thonë, nga tenderi i parë, edhe kështu siguria qytetare o sakrifiku, do më thonë, partneri banka botnore o grabit, paret e bankës botnore i ka grabit Faruk Mujka, me këtë kompani që ka fitu 13 milion, këto janë dëshmi, këto zotis Adrej kum dërzu edhe në polici, i kanë policia që 4 muaj i kanë, këtë dosje është komplet, do me thonë, kjo original është, e kum dërzu, shtu që Faruk Mujka, pe që ardhë kryeshef në Iberlepens, e ka tash mandatin e 2 që ja kanë vazhdu, që ja 2 javë dit. Kush ja ka vazhdu? Ja kanë vazhdu, do me thonë, ministra, ose qeveria, këta, do me thonë... Se dëllën do mesazhe i pomë që... Qeveria, ministra ja ka vazhdu, edhe kështu Faruk Mujka tash e ka mandatin e 2, pe që ardhë Faruk Mujka, skandalet në Iberlepens, veç kanë vazhdu, do me thonë, që po shifen, që për edhe qytetarët edhe krejt, skandalet nuk janë të ndalë, pe që ardhë kryeshef Faruk Mujka. Faruk Mujka ka punësu për 100 persona i ka punësu, jo mënyrë ligjore, mënyrës ligjore i ka punësu, në Iberlepens, ka punësu gratë deputetve, ka punësu aktivista, të vetëvendosjes, ka punësu familjes shokve të vetë, familjarizum, ka punësu në Iberlepens, e ka mush Faruk Mujka me shoke me jarana, do me thonë, ka punësu edhe të këqëzës, gratë këqëzës, e ka punësu njët bankës botnore që i ka dalë mandati, që është bash aja e lidhë me që tender, edhe burri saj punon
në KQZ, do me thonë, është besniku, që punon KQZ, gruja ti o punësu, do me thonë, pa kur farë konkursi. A i ke dërzu prokurori? Po, i kom dërzu të gjithat, unë e po pres që prekuria të merë masa, edhe qka është interesant, Sadri, e kom zbulju edhe ma heret, po pe zbuljej për televizionin e ju, emisionin e ju, Faruk Mujka, këto një bërlepen sa jam konën në punë, vitin 2023, ka pru në Shkabaj me thas dokumenta, që janë këto dëshmijan, i ka pru... Që janë këto dokumenta? Këto dokumenta thas janë, unë i kom fotografu në Shkabaj, i ka kallë. Do me thonë dosje ti bërlepensit, kësh përdorime të ndera e këto, do me thonë janë dokumenta, që këto i bërlepensi, bordi, Sadri, edhe bordi është i involvun, do me thonë edhe bordi është i kapun për Faruk Mujka, që i kanë kallë këto, janë dokumenta originali, ja ku më dërzu edhe policis, nuk e di dhe ku kanë më rihetimet. Sadri, këtu shifet kërë zyrtar që ardhë për drejtorie, i ka pru, edhe i kanë kallë këto shifet edhe flaka, këto janë qa ku mujtë me fotografu, edhe në atë ko, do me thonë që me fakte janë këto dokumenta, Sadri, që Faruk Mujka gjithmonë skandal mi skandal. Po pasakim që në ato mesazha me sa i poshën e pramë në debatlus, që këta nuk i kishin bashkë raportet e mira dhe lista guxame, se a i thejke për 1% jusës, qëka i thejke qëtu diqka? Po e vërtet është, po këta mes vetit, do me thonë të gjithë, janë të përfshin në qëto skandalet e punësimev, skandalet e tenderav, janë komplet, do me thonë, përfshin. Sadri, kompania Iber Lepensin, për që ardhë Faruk Mujka, sa kom qenë, une e ka shkatëru. Jo që me ngrit, si një firmë e fuqishme e shtetit, me ngrit, po Faruk Mujka e ka shkatëru. Gjdo ditë për shkatërën, për shef edhe t'i lajmet, edhe na për shofëm lajmet, gjdo ditë ka skandale në Iber Lepens. Po dikush mund me thonë bacakim, pse bashkë prakë zgjë dhe kjerë, në ashtaj ju ka bo për inati vetë vendusës e kështu të shka. Qka këshem ju thonë atyre? Jo, Sadri, se une që 6-7 mujë, une i kom parasit këto dokumenta, do me thonë, këto fakte që jem kanë edhe të ju, kom të regu, po pe Faruk Mujkes nuk pritët ma mirë, veç pritën që to skandale, edhe që po të regoj që skandalet, do me thonë që janë me fakte janë skandalet, që kanë dollë një Iber Lepensën kanal, që i ka bo Faruk Mujka, do me thonë, a me vedia, pa vedia, i do të me thonë përgjësi para shtetit tonë edhe para qytetarve tonë, do me thonë edhe para aty në njerëzve që i kanë emru si krye shef, do me thonë edhe që s'marrin masa, edhe Faruk Mujka a kanë edhe i Burgosën, sa dri 30 dhjedin, ka qenë i Burgosën për një skandal në shpi që ja kanë gjithë 60.000 euro, do me thonë, policia tonë. Që të është aja protesta ju dhe me jastek që e bëjë? Po, me jastek që këmë bo para parlamentit, do me thonë, Faruk Mujka, 60.000 euro ja kanë zonë në shpe, Faruk Mujkes. Edhe 3 dit ka nejtë në burg, e premte, e shtune, e dile. Edhe të hanën ardhën punë, nuk ka kërkën në botë, një drejtar, mos me prit dhe të kryet gjyqi. Po lirimin e ti, që këmë zbulu une, që është shumë e vërtet, 2 milion % Sadri, për publika i sonte për herë të parë, për televizionin e ju, kanë diku personi, burri i Albolena Haxhiut, kanë diku, të një gjykatës... E vërtet asë këtu? E vërtet është. Përgjësin e marë jo? Po, përgjësin e marë une, për me liru, do me thonë Faruk Mujken për burgut, është, do me thonë, Albani, lidhje me një gjykas, e kanë liru Faruk Mujken për 3 dit, e kanë liru për burgu. Do me thonë, kjo është skandal, mi skandal, nuk liruhet një njërë, në qofë se e kanë liru në regull, po duf me prita i det kryet gjyqi, e jo me ardhë me një renin karik drejtorit, nuk ka kërkun në botë sa drejt kjo, po vesh kjo të nanë dollë, do me thonë, për fat keq. E largon, Faruk Mujka, shembull, i Burgosën, për hajni, e largon një veteran, 15 vjetë që këmë punu, kur asë një keqë përdënim se këmë pas, edhe më largon mu, vesh me ma më shelgojnë, edhe pse une e kundërshtoj një qeveri të Albin Kurtit, e pse une mendoj ndryshe, e aj me më largu mu për punës, e une që 6 mu i dit i largu mu për punës, me një rrugë
veteranit, do me thonë, tash 204 euro. Kjo nuk kanë rregull. A i merë 2000 euro Faruk Mujka, edhe çdo ditë skandale në Iber Lepes. Ta shumë edhe një intervistë shkurt të deputetës Fitore Paculli, në fakt. Edhe të, kur më ka sulmu më për qytetari, se kjo qytetari që më ka sulmu, a din që me 10 qytetarë masanej më kanë thirrë dhe më kanë tregu kush është. Kush që nga kënë, ushtari është qendrat Kosovës? Nuk për flasë, se landa është në gjykatë. E zbulon gjykata vetë. Edhe din qytetarët e Republikës Kosovës, e sidomos qytetarët e komunës Prishtinës. Që ka po këtë qytetarët? Po që ata ju ka qitë haraç njerëzë. Po thotë e din qytetarët e Prishtinës që ke qitë haraç. Kështu po thotë. Kjo çka thot Fitore Paculli nuk është e vërtet. A është e vërtet që ju ke qitë haraç? Jo, kur një jetë s'kom qitë haraç, sa drejt. Unë kom qenë një luftëtar, një veteran i luftës, edhe unë jam masi të kohi barileve prugës, unë jam qajnë që mbesia ku morë stacionin e policisë serbe me 11 qërshur. Edhe kom nejt ato, dejo bo transferimi i uqëkës, unë të më kë, unë kom nejt zotni, edhe i thamë Fitore Pacullis që zotni kush është Agim Pllashniku me dokument, do me thonë me fakte, Fitore Pacullis që zoj, edhe i kam fotografi, do me thonë, edhe këto tjerat, një moment, edhe ja të regoj Fitore Pacullit, kush stacioni policisë shkive, i vetëmi une në Kosovë që ja ku morë shkive me shokët mi, që njohin Barilev e Prugose të gjithëm njohin, edhe njohin Fitore Pacullin kush është, që me fakte. Landa tha është gjykata. Po, gjykata është, po Arsim Lani më ka bërç mu që së më ka thirë, edhe me mballafaqu edhe me i kallëzu une kush është Fitore Paculli. Nashta aja s'ka, mëse pajse se s'ka Une tash, sa drin emisionin tënë, do mi të regu. Fitore Paculli, në lagjen mat, e ka Pethausen 150 kvadrat. Kushton 300.000 euro. Fitore Paculli, masi e ka përmen edhe familjen tem, se do me thonë ma ka kërcnu me mesazhe, sante do me bo publike për televizionin e ju. Fitore Paculli, 2 motrat e saj, njëjtë ndërtes, sa dre i kanë një banes. 3 e kanë fitu në kohën, kura kanë Fitore Paculli këshilltare në komun, do me thonë e shpendit, Fitore Paculli ja ka dhonë motrat, 3 banesa i kanë. Fitoria edhe 2 motrat e kanë një banes. Do me thonë 3 i kanë morë si bakshish, do me thonë pe komunës Prishtinës. Edhe ta të regoj, këto e ka Fitore Paculli, do me thonë, këndërtes e ka... Pa i keni me që landa është gjykata, i keni dërzu këtë në gjykata? I kënë dërzu, të gjithat i kënë dërzu sa dre, edhe e ka banesën, do me thonë... E për shkat ka pa dit... 300.000 euro i bon banesa, që e ka morë për komunës Fitore Paculli, shembull, a që shpia jam sa u bon? Shpia një veteranit luftës. E Fitore Paculli e ka vjellë këtë shtet, edhe është të e vjellë çdo ditë. Edhe Fitore Paculli... Fitore aty të ka pa dit, apo? Ja, unë e kom pa ditë Fitoren. Unë e kom pa ditë Fitoren, edhe kom fakte, edhe që Fitore Paculli, familjes vetë ja jep ka 100.000 euro, me fakte. Kjo është Fitore Paculli. Do të me ditë poplin, një farë kohë, shkoj ke me bicikull i rajke poplin në komun, e kënejën atash i ka ardhë momenti o hinë shtet, deputete edhe e vjell, poplin e vjell. Qëre Fitore Paculli ja ka vjell shoqës tem, Facebookun, e fotografit e thmive të mi, e familjes të mi, edhe i ka qitë në Facebook të vetë, e ka bo thirë e militantëve të vetë vendosjes me fy familjen tem, që Fitoria i kanë fakte une, fakte i kanë. Këto gjithat i kanë dërzu në prokuri sa dri. E pse ka bo thirë e këto? Ka bo thirë për me sha familjen tem. E Fitoria është që kjo Fitoria, që kjo deputetja që shkon jep në deklarat edhe në polici, për mu thët ka pas agime atë ditë revolje, që s'kum pas adrejas, revolja s'kur që s'kum pas heq, po mënyrë simbolike jem shku të tavolinë e kom ta. Edhe shpesh baca agime, edhe kur ke qenë bahere, këtu po thujnë që agimi po përnëm për dikan për shtet dikush, kush për shtet bura për me. Jo, kërkush të më shtem, po une sa dre kur pisho do pa drejtësi, që ta njerës,
janë dalë një kohë kundër aty në tjerëve, ja u bëshin aty në tjerëve, ju e një hajna, ju keni vjellë shtetin. E tash këta pe vjellën shtetin, do me thonë, këta të janë një shtres shumë e ollët, ndaj popullit dhe vetë, e pas kanë rajt këtë popull, per rajkan këtë popull, çdo ditë per rajkan. Nuk i ka hije një fitore pasolës, ose një deputetës me shku, veç që shkum dëgju unë, çfarë deklarate ka dhonë në polici, pa që si vjen marrë mëre që jo deputete e me shku me rajt, po thëmë në atë fjallin ma banale në një deputetës me rajt për një qytetar, që unë në njërë shumë simbolike jem shku, veç me thonë deputetet lutna, paguje që të fakturë, se unë të pagune e kumë pasë atë fakturë, po veç me ja spjegu që jo si deputete po bëni mazi se ata që i kini akuzu, se unë është di për ata që kam bëni diçka. Ja, ka me pas mesazha, kështu po mënej treja, se në publikimit biseda. Ka me pas sa dre, edhe në tardhmen ka me pas, edhe ka mu të rëndit Kosova dhe na si qytetarë, kena mu të rëndit, që kena me dëgju me këta vesh tonë, qka kanë vepru këta, qka janë të vepru, sa dëri këta janë të shkatru kisë shtetë, sa dëri, na e kena ndërtu të gjithë, me qytetarë, me të gjithë e kena ndërtu shambull, me shfar sakrifiki, kisë shambull e kena ndërtu, e tash këta me shkatru. Nuk ban, kërkuna nuk ban me ja leju me shkatru Kosovë. E vërtet është, ke kushkaj. Pa marë parasysh, çfarë përsuni është, po s'ban me ja leju me shkatru Kosovën, me keqja është që këta janë thirrë në i farkua shambull që na pëmbrojnë a Kosovën, na kur të vina në shtet me ullhez shtetin, na kena me konë, do me thonë në ryshe, e këta nuk pishohëm që ato që po bojnë në ndryshim këta, do me thonë, të gjithë. Qka ki me një farë personit, do me thonë që thot që është veteran në Ushtrisë Ligjore të Kosovës, Fadil Gumnishta? Qëre, Fadil Gumnishta, ai person, sa dre, ajo dalë një televizion e unë ja kumë bo pa din. Do me thonë, e kam edhe në qënësimin edhe ja kumë bo pa din. Po e ka pos një video kundra televizion. Po, një video, që si janë të vërtet ato hesh asnjë, edhe unë e kumë zbulu që është në partinë Albin Kurti. E qka është me e keq që Fadili që e përmen edhe fituaren, do me thonë në atë video. E përmen. Tjetra, sa dre është... Edhe ajo është veteran jo që kësa? Ja, së është veteran, e kumë zbulu që nuk ka lidhje me veteran. Se po thu kështu pasakit? S'ka lidhje me veteran të luftës, jem konë shoqatën unë vështë re, nuk ekziston emniti kërkunesh, dhe me thonë s'ka lidhje. Edhe unë e kumë taku Fadilin, kena bisedu, më ka kërku falje Fadili, dhe me thonë, tha kumë gabu, tha, krejt qka e kumë bu, tha, o konë qëllimi, tha, ti që ke kundështu, tha fituaren, e për qatë arsye. Po unë e tash përja publikoj Fadilit, do me thonë, Fadili i ka këtë dhana, personalet tina që i kom zjerë krejt, do me thonë Fadili, dhe lindja Gumnisht, do me thonë i dit lindja se këto, ato spiciku për piciku që ka me rëndësi për qytetarin, ku shë Fadili. Fadili i ka 78 raste. Për çka? 78 raste, tash piciku. Ngacmim, sulum, aksidente, pengim në detyr, përdorimi i armës, gjetje eksploziv, incidente, sulum, kanosje, lëndim i let, lëndim i rand dhe vjedhje 7 apo 8. Këto ja bëj publike. Fadilit, që kush e Fadili? Qore kush vetëvendosja njerëz të Albinit, që kë është njerëz të Albinit. Kuj ke morë të dhona baca Fadil? Unë i kom burimet sakta dhe në vinë sakta dhe kjo është 2 milion %. E di që një kuj ke kërku debat në emision të amin për s'ka orë. Po, i kum kërku debat, nuk ka orë dhe publikisht i kum kërku. Edhe po i bëj ftesë publikisht të dhune, se menën që kjerë në isan me agent Pllashniku në rështë lidhes me ta s'kap. Edhe unë publikisht i bëj Fadilit ftesë, më ka fy Fadili, po unë e kom dit, e kom zbulu, unë më ka ardhë për vetëvendosjes. Vetëvendosja e ka shti Fadilin, po Fadili personalisht jam taku, edhe më ka kërku falje, edhe më ka thonë ku më gabu. Unë e kom ngrit pa di ndaj Fadilit, edhe pres gjyqin ndaj Fadilit,
Në gjëgjë, une këto të gjithat dëshmi kumi A i kontakt me këtë person ju? A i kontakton me këtë person? Jo, me Fadilin më nuk kontaktoj, s'kam qa kontaktoj. Une veç e kom posë qëllimin, me ditë kush e ka shti Fadilin, ka ardhë kërcënim, kështu që e kom kuptu. Fadilit të gjithat ato, qka i ka folën CD, janë gënjeshta, janë rana, do me thonë krejta... Po se e ka posë një video? Po një video ka publiku për mu, pa ato si janë të vërteta asë një heqë, kështu që edhe ma ka pranu, edhe kam dëshmi fotografin që jem kanë me ta, jem taku, edhe të ka kërcnu edhe ty sa dre, i kam edhe mesajat e tu, ndash... Në traktor, po. Sa dre, do t'i publikoj, une edhe mesajat e tu sa dre, se une punoj me letra, pak foli, punoj shumë me letra, edhe kështu, që, ku e ka kërcnu edhe sa drin, i kam këto edhe gazetarët i ka kërcnu, kështu që nuk kanë regull mi kërcnu gazetarët, se gazetarët janë për të mirën e poplit, për të mirën e këti vendit, edhe e qesin në shesh të vërtetet, edhe kam respekt. Na si kundrasin partije politike, jo unë që shkaj e patëm fonzën e Albin Kurtit. E shka kini meze e popit të shaletrat, me Sami Kurteshi shka ki jo burë? Po, qëre, Sadri, unë e kom bo një protest ose një demonstrat të Kyçyzëja. Do me thonë edhe për arsye se ky personi, Sami Kurteshi, ka marrë pozita nemen tu që kësë mas luftës, o ka në avukati poplit, do me thonë... Po që ka një biset të i thonë ish prezidenti Hashim Thaçi të këmë bo? Po, Hashim Thaçi ka bo, do me thonë avukat poplit, është e vërtet, nuk ka gabu Hashim Thaçi, se Hashim Thaçi ka mendu mirë për njerëz, po kyja ka keqëpërdor, se ky është buk për mës, qëre ky zotnia që ka ju thëtë gazetarve, është, do me thonë, Sami Kurteshi i qunë mediat e gazetarët kriminel, vrasës, me pages, sulman edhe AGK-n, do me thonë është e vërtet. Asociacion e gazetarët Kosovë. Kë, une ja kom vendos këta postera, komunist është, Sami Kurteshi, këtu treshi për sheshi, do me thonë, këtu Radonici, Albani edhe Besniku e kontrollojnë Kyçyzën. Kyçyzëja o bo deg e vetëvendosje se Albin Kurtit. Pse po më në kështu? Të regojune me dokumenta. Zhurma mbulon krimin zgjedhor, do me thonë këve zhurën bon, për mi mbulu sene tjera. Afertat e fshetat të Kyçyzës, kamerat, listat e votuzve, flet votimet, do me thonë, maheret që janë konë, kanë bo shumë keqëpërdorime, do me thonë, edhe ta shpritet me bo keqëpërdorime hala tjera. Paske shumë. Po, kjo është vetëvendosja që polisit të Kosovës i ka ra tull, do me thonë, që kjo Kurteshi, bashkë me këta e kanë kallë Kosovën, lutë në Sadri, qëre tulla dëshmi e kam, tull që i ka ra polisit të Kosovës, është për keqardhje, shumë. Pane këta i kanë ra mësë më bo asociacioni? Që kjo që për ullheq vetëvendosjen, kjo Grekja, do me thonë, me këtë sërben e Serbis, dhe jona, kjo ullheq të gjithat, edhe Faruk Mujken, edhe vetëvendosjen, edhe Kyçyzën, kjo ka marrë ndërë krejt Kosovën. Që e kush ke, Dejona për thuke? Po, kjo Dejona me fakte, që unë i kam vesh me fakte, të unë e ma shumë folin dokumentat edhe faktet. Kjo është Albin Kurti që ja bëjke Hashimit po kesh, kur u takoj ke në Bruxelles, e vetë që po kesh tash, me këtë sërben, do me thonë, që Dejona, kjo është e vërtet, kjo po donë me dhez luftës civile në Kosovë. Tash edhe një për Kurteshin. Kusho krimineli e përcakton Kadia e jo Samia. Kadia o gjykota? Po, gjykota e përcakton e jo Samia. Kusho kriminel, se ju ka thonë kriminel gazetarëve, i ka fy gazetarët, kështu që Sami Kurteshi nuk e ka venin në Kyçyzë,
Kush kontrollon KQZ-n, tash e kena marrë vesh edhe na, do me thonë krejt shtetin, edhe kjo e fundit. Këtu aksioni e kun pas të KQZ-ja, Sadri e kanë kap, Sadri të lutna, me KQZ, me krejt institucionet i kanë kap vetë vendosja. A është mirë, so mirë? Nuk ka mirë, është mirë, në qofë se i kanë kap me ullhesh mirë, jo me ullhesh jo mirë, çdo institucion e kanë kap, edhe kështu që për këtë shardhja është kjo. Çka keni mesazh për fund pasagim për qytetarët e Republikës Kosovës se zgjedhjet po afrohen? Qytetarët e Kosovës zgjedhjet po afrohen. Kur shkojnë të kutia e votimit mendojnë mirë. A janë qëta që një vjetë nuk e bënë qeverin. E lanë shtetin pas qeveri. Qëta janë. Qofë vendosin apet që ty në mi avdhonë, me kanë na pas qeveri apet, do të vazhdojnë. Sa drejt betonan qofë se këta apet fitojnë, apet s'kena me pas qeveri. Pse? Apet kena me pas zgjedhje. Ku pëdet? Unë 2.000.000% garantoj që s'kena me pas s'kena me pas kryeministër Jo, Albin Kurtin? s'kena me pas kryeministër Albin Kurtin, edhe s'kena me pas as qeveri s'kena me pas. Pse po? Qështu kena me shku deri në zgjedhje Ku po bazohesh për këtë? kur t'i kalon presidentes afatit që atëherë kena me pas apet zgjedhje. E në atë koha kena me pas kryeministër Kurtin? Urna? E në atë koha kena me pas kryeministër Albin Kurtin? Kur po mendan? Masi t'i kalën mandati presidentës. E atëherë jo, Sadri, se Albin Kurti ka kallëzu vetën që s'monet me udhesh Kosovën, se me këndosh me bo qeverin e kish bo Sadri për 2 minuta, se për 2 orë s'po thëmë, po për 2 minuta ka pas mundësi me bo qeverin, po Albin Kurtin nuk e bon qeverin, edhe qeveri tharshme s'kena me pas me krya Albin Kurtin. Se një vjetë jena kanë rafsh, atë kujtohet para parlamentit, kur këmë thonë nëne, nuk do të ketë qeveri. Edhe s'ka pas qeveri, edhe për burime shumë sigur të apo thëmë apet qeveri në qovë se Albin Kurti fiton nuk do të ketë. Albin Kurti do të shtynë që shto sa të monet, se Albin Kurti e din që farë në shkrimi e ka dhonë në shkup, e din që ka e pret, Albin Kurti tutët shpiz bardh me shku të Trumpi, edhe i tutët se kam i bu asacionet, i ka në shkru, kështu që... A i bojmë thire dhe gjitha tyre të aktivistave të vendosis që kanë dishka kundra Agim Pllashnikut bojë rëmbur? Po mëre pa kur farë problemi hish, se dhe ata janë qytetarë të Kosovës, edhe ata mendojnë në sa ndryshe. Emisioni është e ope për gjithë, se po thojnë që kë veç me këta ose me ata. Unë e foli me letra, edhe jo gjithë që keni letra dhe fakte për basen Agim, urdhëni. Unë s'kam kur gjë kundër Albin Kurtit personalisht, unë kam kundër shtetin tonë që s'po na udhëheshin, që ka pas mundësi me bo qeverin, me bo parlamentin, se kanë bo, kështu që jena mshirë zotit Sadri. Faleminderit shumë Faleminderit, respekt shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shikuesve që na ndoqët natën e mirë, ka që të personte shimi javë tjerë, sigurisht. Faleminderit.